neve shikues të një djeta, sonte emisionin do t'ja kushtojmë përsëri qytetit të Fierit, me një pjesë të cilave ju jeni njohur gjatë kësaj kohe, mbasi qyteti ynë kaq i ri dhe i bukur, dikur nuk ka qenë i tillë. Dhe ne do të përpiqemi me anë të ndonjë fotografie, me anë të ndonjë filmimi, por sidomos nga bisedat me dy kolegët e mi, historianin Ilirian Gjika që e kemi këtu pranë, dhe intelektualit të mirënjohur Agron Gjerazi, i cili, përshëndetemi se erdhëm të tre së bashku për të ndërtuar këtë emision, pra secili në mënyrën e vet, Gjika si historian, Agroni si intelektual i mirënjohur në qytetin e Fierit, por po shtoj edhe një njohës i mirëfillt i historikut të qytetit të Fierit, fal edhe studime edhe kujtesës që ka mjaft të zhdërvjellët dhe të freskët. Atëherë, është e natyrshme, unë po i drejtojmë në radhë të parë historianit, kolegut, Ilirianit, që sot në këtë qendër të madhe urbane, sipas statistikave del që Fieri është qyteti më i fuqishëm në Shqipëri mbas kryeqytetit Tiranës. Do të donim... Nuk e dim, neve kështu na pëlqen të themi, po janë disa qytete për nga popullsia që janë rreth 100.000 banor. Fieri ka rreth 96.000, por një pjesë mendoj se nuk janë të regjistruar dhe është patjetër mbi 1.000 banor, por këtu ka një tendencë në shumë tekste, në tekstet e gjeografisë që zhvillohen, tekstet maket në shkollën e mesme. Në shumë në guidën e Shqipërisë, autor të ndryshëm, jo fierak, dhe unë e vëre këtë gjë, jo se e vuaj dhe e kam kompleks, po vëre që ka një tendencë të jashtëzakonshme për ta zvogëluar numrin e popullsisë Fierit dhe për ta zvogëluar rëndësinë e tij. Ndërkohë që në çdo kafene, në çdo tavolinë, në çdo familje, jashtë rrethit Fierit, në Vlorë, në Lushnjë, në Berat, në Durrës, në Tiranë, biles dhe deri në skajt më të largëta, në ekstremet e vendit, në Sarandë, në Korçë, në Shkodër dhe në Tropoj, zhvillohen biseda rreth fierakëve. Një popullsie shumë të re, një popullsie shumë të gjallë, një popullsie shumë aktive, të përfshirë në të gjitha fushat e jetës. Unë ndoshta ju ndërpreva në pyetjen tuaj, profesor Maku, por reaksioni ndodhi edhe tek unë dhe ju ndërpreva dhe e denoncova këtë tendencë që tashmë po kthehet në shumë njerëz dëshirojnë ta kthejnë në fakt.